Çfarë kishte paralajmëruar për njerëzit profeti Muhammed a.s. Profeti Muhammed a.s. në një prej haditheve që transmetohet prej Omerit, kishte paralajmëruar se do të vijë një kohë e vështirë kur do të ketë ndryshime të mëdha në zemrat e njerëzve. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se profeti Muhammed ka thënë: do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t'i kenë si të ujqërve të shkretëtirës. Do të shkaktojnë gjakderdhje dhe nuk do të ngurojnë nga e keqja që e bëjnë. Nëse u jep besën për besnikëri, do të mashtrojnë. Nëse të drejtohen, do të gënjejnë. Nëse ju beson, do të presi në besë, ndërsa kur nuk je me ta, të përgojojnë. Fëmijët do t'i kenë të pacip. Rinia do t'i jetë devijuar, ndërsa të vjetrit e tyre do të jenë të pamoralshëm. Nuk do të urdhërojnë për të mirë, as nuk do të largojnë nga e keqja. Qëndrimi me ta është poshtrim, ndërsa kërkimi prej tyre, diçka që është e tyre, është varfëri. I miri në mesin e tyre është i humbur, ndërsa i humburi në mesin e tyre është i mirë. Subhanallah, ndodhemi ne sot në këtë kohë. Vëlla dhe motër, mos u ndaj nga besimi në Zotin e gjithësisë. Praktiko me sinqeritet çdo urdhër të Zotit të gjithësisë. I moralshëm me të gjithë. Mos i bëj keq askujt. Respekto nënën, babain, motrën, vëllain. Respekto dhe duajuni për hir të Zotit në raportet bashkëshortore. Nëse bota rrethohet nga e keqja, ti bëhu kandil ndritçuesi së mirës. Zoti Madhëruar na urdhëron për drejtësi dhe për t'ju bërë mirë krijesave të tij. Ne si musliman duhet të ndalojmë nga e keqja dhe të afrojmë tek e mira. Bëhu sebepi kryesor i së mirës. Kapu fort mbas Kuranit dhe Sunetit, shembullit të profetit Muhammed a.s. dhe Zoti do të gradojë me grada të larta në xhenet. Vëlla dhe motër, në çdo situatë, në çdo vështirësi, mos harro të marrësh shembull profetin Muhammed. E lutim Zotin të na ruaj nga çdo e keqe, ne dhe familjet tona, bashkë me të afërmit tan. Zoti na bëft të dobishëm. Zoti na forcoft në Islam. Zoti na dhënë të xhenetin e përjetshëm. Amin.